Megjithatë ka intra njerëz si Martini që kërkon t'i mbajë nën tonus, larg medjave, larg presionit, por dihet që Shkodra është e nxehtë. Megjithatë rivjen edhe Egnatia, e cila mori një fitore që ndikon më tepër në aspektin moral tek skuadra, por si e sheh këtë garën për Katshën në Final Four dhe kështë e më afër? Shiko, e thash në parë që Vllaznia e ka kampionatin e fituar nëse marrim në bazë logjike, por nuk duhet haruar diçka, që në këtë Kaçe Vllaznia është e vetmja e cila mund të humbasi. Tre ekipet e tjera nuk kanë më se çfarë të humbin. Egnatia ka fituar 2-3 herë të fundit në kampionatin dhe nuk është dështim se do të ishte në vendin e dytë. Elbasani e ka fituar kampionatin e tij duke qenë deri këtu ku është. Gjithashtu dhe Dinamo me Partizani kushdo qoftë, pra janë tre ekipe të tjera të cilat nuk kanë se çfarë humbin. Ato thjesht mund fitojnë diçka më shumë. Ndërsa Vllaznia, duke parë dhe faktin që sa shumë komentohet Vllaznia aty, se sa shumë u dhëm tifozëve Shkodran Vllaznia, ndryshe nga ekipet e tjera sepse ka një përjetim shumë më të madh dhe nisur dhe nga kaluara kur shkonin disa ekipe që luanin kundër Vllaznisë, e shikonin ndeshjen paksa më të lehtë me rivalët e tjerë për titull, sepse thonin që lojtarët e Vllaznisë u mbet koka kur luajnë futboll, sepse nga presioni i madh i tifozëve, nga dëshira e madhe për ta fituar ndeshjen, dilnin nga ato detyrat e tyre mbrojtëse dhe kërkonin fitore me çdo kusht. Por futbolli fitohet duke qenë sa më shumë në disiplinë dhe nuk e di a do jetë kjo Vllaznia që luajnë lojtarët pa kokë dhe pa disiplinë edhe në këto momentet finale, sepse në një kampionat me fasta rregullt është shumë ndryshe nga një ndeshje direkte, pavarësisht se do të jetë me përgjysmë pikësh, nuk është Final Four i versionit të dikurshëm që ne jemi mësuar, por kur të vi ky moment do të jetë një kampionat i ri. Do të jetë një kampionat i ri dhe diferencat e pikëve do të jenë përgjysmë më pak. Pra nëse është deri tani 3 pikë distanca për shembull mes Vllaznisë dhe Elbasanit, do të jetë akoma më pak diferenca kur bëhet përgjysmimi i pikëve. Dhe parë në këtë prizëm, unë nuk e di se nëse Vllaznia a është gati për ta fituar kampionatin dhe për ta mbajtur këtë ritëm edhe në këtë pjesën finale të kampionatit. Dhe unë për vete kam menduar se Elbasanin e shikoj si diçka më tepër në këtë garën për titullin, si një ekip i cili është ai ekip i cili nuk ka asgjë se çfarë të humbasi, por që gjithsesi është një skuadër e kompletuar dhe gatshme për të rivalizuar për titullin. Pa diskutim, megjithatë humbja e fundit duket sikur i prishi pak ekuilibrat, 4 gola janë shumë, ka një kundërshtar direkt si Dinamo. Megjithatë duhet të qëndrojmë pak te gara për mbijetesë. Flamurtarin fund Tirana fillon ngjitjen, Vora dhe Bylis duken më të qetë. Kë shikon në këtë moment më afër qëndrimit në superiore? Unë shikoj Tiranën shumë afër qëndrimit superiore. Shikoj Tiranën sepse po shikoja pak me vëmendje tani 6 ndeshjet e mbetura dhe nga ato 6 ndeshje të mbetura Tirana kishte vetëm 2 ndeshje të vështira kundër Dinamos dhe Partizanit. Pra kundër dy ekipeve të cilat i kërkojnë pikën me patjetër, ndërsa gjitha ndeshjet e tjera janë ndërmjet Elbasanit dhe Egnatës, pra të ekipet të cilat mirë apo keq kanë arritur objektivin e tyre dhe diferencat janë shumë të shkurtra me njëra tjetrën. Ndërsa Vora nga krahu tjetër, i cili është kundërshtari direkt i Tiranës, ka më shumë ndeshje direkte ndaj rivalëve direkt dhe ndaj rivalëve të cilët i kërkojnë pikët me çdo kusht. Kështu që besoj se Tirana do të ketë më shumë avantazh edhe për faktin se në ndeshjet e fundit i ka fituar ato ndeshje direkt që duhet i fitonte për të siguruar mbijetesën dhe duke u nisur nga kalendari, Tirana ka një shans shumë të artë në dorë për të fituar ndeshjet ndaj rivalëve të cilët nuk do të jenë po aq të motivuar sa Tirana. Pavarësisht se ata janë shumë më lart në renditje se Tirana do t'i luajë ndeshjet si për jeta vdekje, ndërsa rivalët e tjerë do të mendojnë më shumë atë kampionatin e Final Fourit se sa për ndeshjen me Tiranën. Kështu që për ato do të jenë një ndeshje normale, ndërsa për Tiranën do të jetë siç është. Pra Tirana qëndron, po kush bie? Shikoj Flamurtarin të rënë edhe Vorën. Edhe Vorën. Po. Duke parë kalendarin ka ndeshje shumë më të vështira Vora se sa Tirana dhe besoj se do të jetë shumë më vështirë për Vorën për të qëndruar në kategori. Klasifikimi tregon që është më mirë Vora në këtë moment, janë 2 pikë nuk janë shumë, po duket sigur edhe kalendarin nuk e ka aq të vështirë, nuk ka i derbi. Edhe s'ka si ta ketë. Po ndeshjet që ka Vora i ka duele direkte, pra ku kundërshtari do të jetë po aq i motivuar sa dhe Vora për ta fituar takimin, Prandaj thash që Tirana për shembull duke luajtur kundër Elbasanit apo kundër ekipeve të tjera kryesuese, ato nuk e kanë si ndeshje finale ku duhet të marrin maksimumin në takimin. Dhe ne kemi parë shpesh në të kaluarën që ekipet e mëdha humbasin gjithmonë me ekipet e vendeve të fundit, ekipet e vendeve të para të renditjes kur janë në fundin e kampionatit, sepse lëshojnë shumë ritmin dhe motivimin e tyre. Ndërsa Vora nuk e ka këtë mundësi, ndeshjet më të mëdha të Vorës do të jenë atyre rivalëve direkt dhe nuk mund t'i fitojë dot gjitha. Mirë, Claudio Ndreca, ishte kënaqësi të kishim program.
Faleminderit Vegan. Mirë, duke mbritur në fund të kubit sportiv për sot, duke ju falenderuar për vëmendjen, bashkë, mirupafshim.